Të zgjedhësh, të zgjohesh kërkon guxim, sepse gjithçka ndodh në një nivel multidimensional. Dhe rrallë ndihesh rehat. Në fakt as nuk të lejohet të jesh rehat. Ke zgjedhur evolucionin dhe kjo është një rrugë që kërkon gjithçka prej teje. Ka ditë kur zgjohesh dhe trishtimi të rëndon shpirtin, kur gjithçka duket sikur po shembet dhe asgjë nuk është më si më parë. Ndihesh si i huaj në këtë botë, fillon të kuptosh çfarë është e vërtetë, çfarë është e rreme, ku ndodhet dashuria e pastër dhe gjithçka tjetër duket si një iluzion. Sistemet e tua të vlerave shemben si tërmeti që lëkun çdo gjë në këmbët e tua dhe papritur e kupton se asgjë nga ajo që besoje nuk ishte reale. Dëshiron diçka të vërtetë, dëshiron njerëz që mbartin dritën e Allahut, që ndjejnë dashurinë e Tij në zemrat e tyre dhe shumë herë ndihesh i lodhur nga marrëzia, nga smundja e kësaj bote. Por kujto fakti që ti je këtu, po transmeton atë frekuencë më të lartë dhe po ndihmon në shkatrimin e sistemeve të vjetra, sepse nuk është e lehtë të jesh i zgjuar shpirtërisht. Sepse të shohësh me syrin e shpirtit është një dhuratë dhe një sprovë njëkohësisht. Sepse njohja e këtyre të vërtetave të larta është një përgjegjësi e madhe, një thirrje për të jetuar jetën me sinqeritet, me durim dhe me besim në Allahun. Ndonjëherë mund të ndihesh sikur po të çmendesh, sepse nuk do më këtë barë, do që të ishe thjesht normal, sikur të tjerët, do të doje të përshtateshe, sepse të duket sikur jeton në dy botë, në atë që ndjen në shpirt dhe në atë që shfaqet para syve të njerëzve. Por nuk ka kthim pas. Në momentin që zgjohesh, nuk mund t'i mbyllësh më sytë dhe të refuzosh të vërtetën. Allahu të ka hapur sytë e shpirtit dhe ajo që shikon tani nuk shduket më. Shumica që jetojnë në errësirë nuk do të kuptojnë, do të gjykojnë, sepse ata nuk mund të shohin atë të vërtetë, nuk mund të shohin atë zgjimus dhe atë dritë që Allahu ka vendosur brenda teje. Ata shohin vetëm pamjen tënde të jashtme. Ata nuk e ndjejnë as e shohin, sepse zemrat e tyre janë të mbuluara. Por ti e di, kjo botë është vetëse një sprovë, një iluzion i përkohshëm që po shpërbohet dita ditës. Dhe ndonjëherë, po, është e rëndë të lodh të përpin, por mos harro, Allahu nuk të lë vetëm asnjëherë, ai është gjithmonë pranë. Prandaj, i but me veten, i dashur me shpirtin tënd, merr kohë të qetësohesh, të kujdesesh për paqen brenda teje, sepse përmes teje Allahu i kujton njerëzve se drita dhe mëshira e Tij ekziston.